Ditëve të fundit nëpër disa komuna të Kosovës po ka reduktime të rrymës. E një gjë e tillë ka rrezik të ndodh edhe të dielën, kur mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Për 660 qendra votimi ka rrezik të lartë për ndërprerje të energjisë, kurse edhe të tjera me rrezik të mesëm edhe të ulët. Në 666 të qendra të votimit ekziston një rrezik i lartë i ndërprerjes së energjisë elektrike. Prandaj kemi kërkuar edhe sot gjatë mbledhjes që të ndërmiren të gjitha veprimet edhe nga komunat, por edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lidhur me gjeneratorët që duhet të jenë në shërbim të çdo qendre të votimit. Në lidhje me këtë situatë, nga KEC thonë se kanë angazhuar ekipe të cilat do të veprojnë në rast se ka nevojë. Do të angazhohen gjithsej 1049 punëtor të organizuar në 140 ekipe në mbar vendin. Në secilin vend votim do të ketë një ekip në afërsi për intervenim të shpejtë në rast të ndonjë prishje të mundshme. Do të funksionojë një komision qendror teknik për monitorim dhe koordinim në kohë reale. Kapaciteti i plot logjistik dhe mbështetja e IT-s do të jenë në dispozicion për mbarvajtjen e procesit. Ndërsa monitoruesit e zgjedhjeve thonë se ndërprerjet e energjisë elektrike mund të cënojnë integritetin e procesit zgjedhor. Ka një rrezik potencialisht të mos funksionimit të procesit dhe procedura brenda procesit zgjedhor. Ju e dini shumë mirë që pajisjet të rëndësishme të monitorimit, e të njëjtën kohë dhe të ingjëzimit të procesit mund të mos funksionojnë atë ditë. Edhe natyrisht edhe vetë procesi mund të krijohet një imazh dhe integritet të rrezikuar rreth çështjes dhe mungesës së energjisë elektrike. Megjithatë, nga kost bëjnë thirrje se qytetarët dhe bizneset që pajisen me konsum të lartë t'i përdorin jashtë orareve të pikut, veçanërisht pas mesnatës, kur konsumi është dukshëm më i ulët. Kjo ndihmon drejt për drejt në ruajtjen e stabilitetit të sistemit për të gjithë.